Ishim sot në njësinë administrative të Libonikut, në një takim dëgjes publike të organizuar nga Këshilli Bashkiak në bashkëpunim me ekzekutivin, në kuadër të reformës administrative territoriale e cila po zbatohet në këto kohë në Republikën e Shqipërisë dhe që Komisioni i Posaçëm ka depozituar një draft propozim pranë Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Dhe pasi është depozituar propozimi, Kuvendi i ka përcjellë projekt ligjin dhe një letër shpjeguese të gjithë këshillave bashkiak të cilët preken nga kjo reformë. Dhe i kërkon këshillave përkatëse që të shprehen në lidhje me këtë gjë. Tani Këshilli Bashkiak i Maliqit, duke qenë se ka detyrim ligjor, por dhe një detyrim moral, themi, vendosi që përpara se të shprehet pro apo kundër bashkimit të Maliqit me Korçën, vendosi që të pyes qytetarët se çfarë mendimi kanë ata për këtë. Dhe pikërisht për këtë gjë ishim sot këtu në Libonik. Do të vijojmë me njësitë e tjera në takime të tilla për të konsultuar me qytetarët dhe në një mbledhje të posaçme të Këshillit Bashkiak, e cila është paracaktuar në datën 20 gusht, Këshilli do të miratoj qëndrimin e tij në lidhje me reformën territoriale. Pastaj atë material do t'ia përcjellë Kuvendi të Republikës së Shqipërisë dhe ngelet pastaj të presim se çfarë do të ndodhë në muajin tetor, me sa dim nga kalendari i punës së Kuvendit. Kjo çështje do të futet në muajin tetor. Mendoni se do të ketë në një ndikim ky proces konsultimor se i takon vendimit për shkrirjen ose jo të Bashkisë Maliqit? Qytetarët kanë të drejtë ligjore dhe morale që të dëgjohen, të shprehin mendimin e tyre, pastaj ngelet një institucioni tjetër që është Parlamenti për ta vendosur këtë çështje. Ndërkohë, cili është qëndrimi juaj si kryetar Këshilli, si banor i Maliqit, sa i takon kësaj vendimarrje? Unë jam i prirur që të dëgjoj qytetarët dhe të jem gjithmonë në krah të mendimit të tyre. Atë që duan qytetarët, atë qëndrim do të kem dhe unë, qoftë edhe në mbledhjen e Këshillit apo edhe në të gjitha takimet e tjera. Si banor i Maliqit jeni pro apo kundër? Si banor i Maliqit jam kundër, për sa kohë që mendohet që shërbimet janë më cilësore kur janë më pranë qytetarit, besoj se do të jetë më mirë që Bashkia e Maliqit të vazhdojë të qëndrojë.